totalisht të ndryshme dhe Kenia ishte magjike për atë që të ofron. Omani për gjëra komplet të tjera. Kush ka mundësi t'i bëj të dyja, do bëhte shumë mirë. Ndaluam në një dyqan, morëm një kafe cappuccino Tomi dhe unë do të provoj një gjë të këtyre tradicionale që quhej harrova. Si më bash pak fare këtë? Prit. Se pyeta çatin se çfarë është. Quhet Haba al-Hamra. Pije tradicionale, omane, saudi, e bërë me një lloj fare kafe të kuqe, qumësh dhe erza. Shpesh përdoret si pije shëruese për fytyn. Me aromë si mes karafilit dhe kardamom. Kjo është uama. Tash mbaj, jo haje. Mbaj dhe haje. Është kjo. Jo parë se. Duket çik si puding. Ndërkohë jemi këtu te këto tunët e kuqe të rëre, se po shkojmë në shkretëtirë. Shkretëtirë jemi domethënë këtu. Shkretëtirë është gjë. Why some is red and some is white? The sand. What sun? Yeah, because the red is coming from corals. Lesa e parë është për të bërë një vizitë në një familje beduine. لكن بسبب المدرسة اللي كان فيها ترميم ودوهم مدرسة ثانية المساء. Këtu na pret kafe. صار الحين عاد الموسم الثاني مساء. Ka normalisht hurma tradicionale dhe ka një ndryshim jashtëzakonisht shumë të madh me hurmat që ne ha me të drejtën. Shumë të mira. Do më bëjnë kafe në arabisht. Mund dalim këtu. This Arabic coffee with cardamom. You can have more dates if you want. These are very good dates. Okay. Kafe turke që I themi ne. Ashtu, kjo është kafe turke. Kjo është kafe turke. Tani do të bëjmë një xhiro vogël me deve. Është hera e dytë, unë kam qenë në gjithë 20 vite që e kam bërë një herë. Por Tomi ka për herë të parë. Tomi do hypi unë një herë që të bësh video. Or I just can go by myself? عادي. You can go by yourself, no problem. مرة ما مشكلة ما هي يمسك. Ti the ditë ja? ما يمسك؟ لا لا أولك بدي أروح فوق. يلا بطل. Okay. Okay, hold very fast. Hold because you will go like this and then like this. So that hold very strong. Now. Yes. Oh! I forgot it seems like you were on the first floor. The second floor. Tani u kujtova që zura bëhet herë të zënë. Ne mbaruam vizitën tonë në shkretëtirë, tani po shkojmë tek ato pishinat e famshme. Është vërtet mbres lënës. Gjithpamja, rruga që ka vetëm kur. Mund duket si ato kurore tona. Bëhen gati për ndërtuar diçka apo jo thjesht këtu s'ka bimsi. Më në fund gjelbërim të pem. Tani zbritim nga makinat dhe shkojmë për tek Wabi. Për përpara na tha guida që do ham diçka sepse ne nuk jemi të uritur aty. Por
Shofi, po patet në një gjë të mirë, edhe e ham. Nuk kemi kondra ushqimit, apo jo? Quhen Wadi, po më këtë fishë më them Wabi, më është fiksuar. Ka shumë të tilla këtu në Oman. Për të shkuar tek një pjesë e tyre ka rasti që duhet ecësh të bësh një hiking 45-50 një orë. Kjo ku të shkojmë ne është më e thjeshtë, është 10 minuta diçka të grejtje derisa të mbrim. E më mirë kështu se vap. Kjo është vendi ku mund të hahet, kjo është bufeja, po siç tashni mi goxha të ngopur, kështu që e vetmja gjë që do marrim janë ca nuts. وهذا انا بنفع مصور Nga shkretë të tjera, direkte në hotel sërish. Jam përgati për 10 minuta, nuk më besohet që u bëra gati ka shpejt. Donin binim e të kapnim, arritëm nga ora 6:20 në hotel, donin të kapnim të orarin e aperitivit që kanë këtu, që ja tregova dhe video të djeshme. U bëra gati me shpejtësinë e erës dhe ja ku jemi. Sa u të kam të shky, po që ja tregoj më vonë kur t'jemi në kamp. Sot pas ka më shumë njerëz të dje, mbasi nga që është e hënë, kanë ikur dje, kanë ardhur sot, nuk e di nëse kjo bën sens, por është më plot. Zemër, sot më ke kaluar dhe mua për mbajtje telefone. Çfarë po bën gjithkohën? Kam ditëlindjen dhe ti nuk ma varvari me telefon gjithkohën. Kivin e kalçetës për nesër. Tallesh ti? Nuk po tallem çu, nuk shumë. Ti lepa lëndën me çfarë ikën? Edhe po organizon ti? Që organizoj gjithmonë tani po kupton. Që nga Omani? Shumë se ka dhënë Mars po piki. Të organizosh ti? Si çfarë di? Ti lepa lëndën? Po nuk din të organizohen vet? Mos e zdim, i kam numra tonë. Janë mbi 18 vjeç e sipër. Okej, do ta ndjej mungesën që zëjesh ti? S'ma ndem mungesën. Po të drejtën do dohet ishen këtu me mua apo me çunat në kalçetën? Tani në këtë moment tani. Po. Në çunat kalçetë 100%. Këtë video mbaroi. Bro left the chop. Bro left. His life. Them që duhet të jem tu, kur duhet të jem aty, të moment jetë moment. Pastaj ndeshja është nesër, gjithsesi, kështu që kjo është pyetje hipotetike. Kjo është më keq, vetëm ndeshja është nesër, po ti do që sot jesh aty. Të lindje nuk sot e kupton dhe me? Zuar. Me gjitha gratë që burra duan më shumë t'jenë kalqetës, sa t'jenë aty me ato. Në aty me fund këtu, nga dhimbja, nga mërzia, nga marazi. Kjo është pjesa tjetër e hotelit. Ky është hoteli familjar, ku mund vinë dhe fëmijën, kjo adults only, siç e kemi ne. Largu do të ham tek restoranti seafood. Nuk e di se si ka emrin. Thjesht seafoodi. Që është përisht në këtë zonë, sa duket. Bait al-Bahr. Pas ka emrin. Here we are. Thank you. So pleasure, enjoy your dinner. Nga njëri hotel tek tjetri të marrim ato makina që i kanë kështu. Ja, po shikojmë menu, ka gjëra shumë të mira. Çam pëlqeu është që ka dhe menu vegetariane, edhe menu vegane, po është këtu. Na, moj hapu. Ja. Nice. E vendi është shumë bukur, është buzdetit, por është errësirë, nuk është se duket shumë.
Cheers. Thank you. Then we have our star of the show. Sa po na erdhen ushqimet. Kemi marrë goxhat, ishim të uritur që kam mëngjesi, në fakt nuk kemi ngrënë, kemi marrë thjesht. Kjo është tuna i freskët, që ishte tuna thoshe i vendit, nuk e di që këta kishin tuna këtu. Më falni se provojmë ignorante. Po thoya që thjesht kemi marrë sa fruta të tata gjatë ditës edhe hurma, nga që ishim aty te beduinët dhe hëngëm shumë hurma, pastaj morëm ca snacks prapë si hurma, se na pëlqejnë shumë dhe këtu hurmat i kanë gjërat e tyre. Nuk hëngëm drek. Not least crispy halloumi salad. Halloumi is on the side because I don't want them to get soggy and chewy, so you can enjoy. Thank you so much. Shumë gjëra të mira. Ne kuptojmë se Shangri-La është një ndër hotelet më të mira në top 3 këtu në Oman, në Muscat. Dhe në ushqimi këtu. Berë, zakonisht e mirë. Këtu ka kaleca pikant. Je dakord me mua? Pardon? Je dakord me mua? Po janë pothuajse si restorante me hyrje Michelin. Realisht, ushqimi ku e vetë. Shumë e vërtetë. Edhe kjo Shangri-La ishte një vend tjetër atraksion turistik, që duhet vizituar siç është xhamia më e madhe se gjashtë normalisht. Ja super vlen. Dhe nëse doni që të vini, e dini Globus Travel, super oferta, super destinacione, super agency, që ju mundëson të thoni në gjithë botën në vendet më të mira. I love Globus Edhe Travel. lirisht. Po. Më fal që po demonstroj atje. E lirë. Okej, se shiko, unë kështu ku pyes si lirë, shtrenjtë, shumë relative kjo gjë është. Nuk e themi dot. Se çfarë është lirë për një njeri, është shtrenjtë për dikë tjetër. Është shumë e bukur, nëna, por shumë siç është e kuqe. Po tani u bë prapë e bardhë. Mund të më thuash pse u bë e bardhë dhe hëna, se ishte shumë e bukur e kuqe. Sepse ishte më ulur që parë dhe nga lagështia që ka sipërfaqja e tokës në atë pikë, merr ngjyrë hëna, nuk është se ndryshon ngjyrë hënave. Po hëna e ndryshoi ngjyrën. Në mënyra se si e shikon ti. E shoh në sy të dashur. Është ulur dhe është kuqe. Po. Ngjyrat lart. Po dhe ti e pe që ishte e kuqe. Po pra, pa se Po pra, po tani është e bardhë. Nga lagështia, humidity, merr ngjyrë të kuqe. Po mua më pëlqen më shumë ashtu. Ti themi turët prapë. Thuaj. Ishte shumë e bukur. Celulari nuk e tregonte dot, por ishte shumë e bukur. S'kuptohet fare nga celulari. Na erdhi pjata kryesore. Okej, ky është peshk me arre i mirë, asgjë e veçantë, por që më e veçantë është kjo mish gamile. Deveje. Gamile dhe deveja, janë një të gjë? E njëjta gjë, po unë po e haj me thënë drejtën me shumë pishmane. E di, nuk do të ta merrte. Me një deve sot do ishin me vërtet që janë nuk donte. Shumë të shëmtuara. Po janë kaq të bukura, unë do të kaq shumë për devela, mori dhe era dhe është si të ndih. Tomi nuk donte fare ta merrte, po isha dhe unë kurioze në fakt që ta provoja si është. Kështu që si peshku, okay, peshkun jemi mësuar ta ham. Le të provojmë për herë të parë mish deveje. Po më vjen shumë e mirë. Sa i mirë. Shumë i mirë. Edhe pse nuk do ha më mish deveje. Se mirë gjuna për deve. Që ka fantastik. Mbos mishit majmunit, ky është më i miri nga gjithë. Ti ke provuar mish majmunit? Bëja shaka. Tash pas 11 vitesh mora vesh diçka që nuk e di.